Përshëndetje miq, shkojnë me të radhës për ish prokurorin Eles Bllakaj, ku në televizor e posh një program televiziv ku Shemsi Jashari si analist edhe Korab Bllakaj si analist. Edhe akuza kontra akuza, po kogja akuza të rënda edhe kontra akuza po ashtu të rënda. Por këtë arsye po është arsyeshme me miq të dashur që të ndëgjojmë bashkë, të diskutojmë, sepse duhet kanë herë të shohim gjërat sa më shumë, të shohim sa më shpesh të shohim, të diskutojmë, ato dalin shesh, më mirë. Ta kemi edhe Bllakaj. Thjesht, përgjigja thjesht. A janë shtu listat e veteranëve të ÇK-s as janë shtume? Patjetër. Unë e di që është një proces në prokurori. Jo nuk ka këtu, po jo. Pse s'ka? Pse s'pi hek zoti Kurti që pa. Ja, ka dal të shqipotën Shemsi Jashari. Nuk ishin kallaj e burë, se boni se 6 vjetë, qysh mi hiq ata kallaj, la. Këta veteran të rajshëm mund mi hiq vetëm ata që i kanë shti, i kanë regjistru. Albin Kurti se nuk ka për këtë punë. Albin Kurti të pastroj heqe, edhe rroga hyp, sepse 60.000 vetë, kogja një numër i madh, kogja një shifër e madhe. E kështu që nuk është kallaj veç me thonë me gjuhë topin të Albin Kurti. Po shkojnë me që. Ku ka prokurorin? Ku ka prokurorin në zyre? Ku? Ja, unë do të më njeh prokurorin Ku zoti prokurori? Kurti. Po duhet me fol për A prokurorin. keni dërgu prokurorin në Amerikë? Këtë ka fjallën për këtë Eles Bllakaj. Eles, më falen se Eles Bllakaj. Po dhe këtë ka Bllakaj, po nuk e di, ka diçka, po ajo, Korab Bllakaj, se di, shkojnë me që. Jem thjesht këtu. Po cilë tjerë, që aty në prokurorëve që të para shenja, ata prokurorë, Se zotëri, s'pin rën zoti Kurti. ata prokurorë. Se lejon, do më... Ej, ndërum, nuk më është me bu këtë pytje në Shemsi, sepse të di fort mirë që për mindru prokurit do të pas 81 vota. Ashtu, për mindru prokurin do të mindru ligje mas pare. Për prokuri, që është i përgjithshëm nga ona PDK-s. Shumë kallaj pjethuti pse s'pendron. Një. E dyta, tha që na kalon këtë bakshesh që s'munën me ndruhe, pakon të paktën edhe 3 sërbë listës sërbe. E lista sërbe nuk don, nuk vjen. Shumë kallaj po thu pse s'pendron. A më spjego pse? Se nëse se spjegon ti, ta spjegojmë ne. Por që ato Albin Kurti po do me ndru. Se kanë ka prokurorin. Kërkon bot, as në Afrikë me shku, nuk e kiti prokurorin i përgjithshme për posën Kosovë. Një partije. Qa si bëjmë? Shkojnë me që. Që kanë dhënë shenja të seriozitetit, ju ka kërsit kallashi, ka dyrë të oborrit. Dhe këto jam me shumë kompetencë. Për ty është e pavërtet. Për mu jam vërtet se e kom pas kërshi. Jo, vëllohi, së është pavërtet heq, o Shemsi Jashari, po shumë vërtet se në televizor këna po. Të e në konë televizor, kër i ka kërsit kallashi Kadera, e kazitarja. Jo këti, po dhe shumë kuj tjetër. Shumë e vërtet është kjo. E kena po këtë bota, amur. Hinë hëllëm to dhe i gjonë. Se ke kriju qatë bindje. Jo, e kom pas kërshi. A kem që prokuror që etoj rastin Banjska. Lere tash këtë temë, nëse ke orë në studio, me bo apologjetin. Tu s'ka pas qare ku shkon? As njo. Se kon aty edhe NATO. Kam bo terrorist. Terrorizëm. Ta më puna me dhe shtu dhe këtu. Po a është prokurori që ja hiqi, mas pare Radojqic që ja hiqi Fletarresin.
A është që ke prokuror ajo? Që ke prokurori? Ka dalë se edhe na dim të sana. Jo që i dim sekret, po jo në televizor. Kështu që nuk bën njëre me dale të para televizorit dhe me thonë pa vërtetat. Shkojnë me që. Mund është me folë pa vërteta dhe mos me të reagu. Nëse ke orë në studio me bo apologjetin e krimit organizum, e prokurorisë dështume, e korrupsionit, Kush duhet mi drejtë shojnë dhe rumë? Kush? Për qa zedhëm Severina? Të gjithë duhet Ka dhënë votë. Po ti e logjika sabotimit. 51% me ndresit sistem. Ti e Amo i nderuam nuk të thash më herët që nuk ndreqet kjo punë me 51%. Me 60 deputet, 61, nuk kryhet kjo punë. Do të mi pas 81, të paktën. Këto problemi. Shkojnë me që. Logjika sabotimi zotri, se në studio ke pas edhe deputet të Partisë Demokratike që i bëjnë thirrje, madje kanë edhe në gurbet atje, edhe për hir të Kosovës mos japni para për fondin e ushtrisë. Kjo pozita që si ka ardhur. Kjo është gane Musliu. Ta kena pa thonë, është i qare. O shkun me nën, i ka thonë, për hir të mive t'ju, për hir ta, për hir të Zotit, mos gaboni me thonë pare për ushtri. Është Ganimete Musliu nga PDK-ja, që unë e thiri gango, për arsye se i bën këtu Albinit qërshia. Kjo është e vërtet. Kështu që shkojnë me që. Si ka votuar se ke pas marrëveshje ndërkombëtare që ka qenë me 882 milionerë. A ki 51%. Na orientohen janë debat. Na orienton, jo, po nuk mundesh me folë pa vërteta. Me akuzu dikan që s'ka pushtet. Se s'pe bon ma mirë. Tu e pas me 51% njërin pushtet. Jo. Ti Jashare. Ky s'pe akuzon kërkon. Po për me bo ma mirë, du me pas ndimin atyne. E ndimin atyne nuk e ka në ndërum. Ti peshe vetë, ata s'po qesën president, po dhe me bloku venin. E bloku venin një vjetë më herët e bloku një vjetë. E ti po dhup se s'pe bon, me konë me bo. Ka laj për i folë fjallë më në buri dhe dhe. Pas është kjo temë kështu. Nuk është kjo serioze. I analist po folë drejt. Sigur që po folë blokaj. Shkojnë me që? Po, Qa po dëni me la, me shpallë me mbretnija së po cili pushtet? blaka. Që kjo Albin Kurtit. Pa i ka pasur Jo mbretëri, s'ka të bëjë kërgjë me mbretëri. Veç me bo mirë në Kosovë. Veç me bo mirë në Kosovë. Që mos me vjedhë Kosovën, mos me shqitë tokë të Kosovës, mos me falë tokë të Kosovës, mos me pru kufi në urtibrit, mi këthy 60-70% si Albini që i këthej, në kila me hupë, mos me dhonë imonin, nërë me shku me i në shpitë bardë me falë imonin. Qëtu janë? Qëtu janë ato që duhet mi boni kriministër. Por kjo vetës me një bon këto. Pandime e këtyne. E këta s'po dojnë. Lista serbës s'po dojnë, këta s'po dojnë. Problemi madh. Po, bëhat. Shkojnë me që? 45% pas luftës. Çfarë pushteti ishte? Ishim president. Pushteti ka kush i ka armët. Tjertë kanë numra dhe s'kan pushtet. Blokaj, atëherë, Çapoli pas tërpron qeveri me ne. Nëse ekziston gjithë kjo çarje, Rregullu. Armët mi largu prej bandita o mi taku vetëm. Banditat e kin qeveri edhe ki Armët duhet mi largu prej dorëve të bandita o prej terroristëve dhe armët duhet mi vajt vetëm institucionet. Që ta që ti pishun bandita e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës. Ata duhesh muni shumë përgjes për fjalë publike. Nuk mundesh me quti bandit i kanë, si ta kanë ndërtu shtetin. Jo, kjo nuk e tha, kërkon me emrin me mbi emrin të Shemsi. Banditat po thot ata që kanë vjedh. Tash kush ka vjedh, kush ka mizë mas veshi. Na nuk e dim. Amo, unë po të thom diçka Shemsi Jashare. Se e kon luft, ose më kon luft, ose më kon luft, ose njërën kon luft. Lufta kry 99-ën.
Jem 2026. Nuk bën na me më shef hala mas uçekës, mas luftës. Do të më harru një herë për gjithmonë të sana, u kry lufta. Edhe asnjë nuk i akuzon luftëtarët. Po i akuzojnë politikanët. Mos e përzi temën. Po flasim për politikanë. Edhe baba jam Rahmetlia që më ka dek, me paskon luftë, me anë politik me vjedh, i kisha thonë 5 pare që jepe. Se nuk ka luftuaj, se shku me luftuaj për më ardhë me bo biznes me tokë të Kosovës. Shumë e thjeshtë. Nëse kena luftu për ta, tregoni na jena në rregull Allah, s'ka nevojë mi thithëm të heq. Absolut. Po Allah, kena bo për ista dhe kryk puna. Në rregull jem na, e vazhdojmë jetën, jeta vazhdon, s'ka problem. Po nëse kena luftu për me mbrojtë Kosovën, atëre Blaka e ka shumë mirë. Shkojnë amiq? Kom po e qujën e? Që ata si piqun, që ata që jenë institucion. Hajta dhe herë. Që do institucion nuk jenë nisët, prej pas luftës Ja, janë. se pati fjallë. Kjo është banale. Edhe një Shumë banale. Vetëm të orientuar. Me sqaru. Nëse thu, ata që jenë institucione, Te kemi sa po tojnë shtetin. Po, Jashari. Kush janë institucione? Që ata që kanë shpallë pavarësinë, që ata që kanë bu ushtrinë, që ata që kanë bu doganët, që kanë bu administratën tatimore. Po kënë rregull e kanë bo, se po flasin për politikan, jo si ushtarë. Se politikan po flasin, pa marrë parasysh kush është, cila parti. Kërkune as pithojmë, me amen mbi amen, po për politikan, përgjithësi. Shkojnë amiq. Nuk mundesh me afol tash dil pe prizmit. Ta kemi sqarimin se është e nevojshme, me që u ngrit si tem, çështja për kë e patë fjalën. Sqarimi është i nevojshëm. Pushteti faktik realizohet nga ato mekanizmat që kanë në dorë dhunë. Dhe për të anë pushtet. Tu e dim na jemi Unën e ka pushteti gjithë, e ka policinë. Që janë banditët Blakajt. A janë vra mbi 400 persona të Lidhës Demokratike të Kosovës. Pa vërtet, A janë zbuluar ato krim? pa vërtet. Se s'pi zbulon zoti Kurti. Po vërtet sa Se është. s'pi zbulon zotin, për zotin A Lahari. vra Shaba Monaj. A vra Raci. A vra Bitysh, a vra Bityshi. A vra Smajlaj Dalaj. A vra Tahir Shka hinin Zemaj. tem kjo? A janë vra tjertë. Si ki mundësi Shka? Po cila e ftyra që Kush i më ka tuti vro? mu është e pa Kush i vërtet. ka vro? Po pse s'është zbuluar tema? Kush i ka vro tema si? Po me ditu Konkrete kush i lema, ka vra, kush i një ka vro? zbuloj sot. E atar masi se den pse? Po ti mos Se thuj po se nuk akuzon janë vra. dikant. Se pushteti real, Thjesht po Pushteti Jo, se flitë. ti du akuzu që shtu, Shemsi. e ndërtu në gjykatë speciale. Kush janë Edhe bandit? shkon Jo, kada. Gjykata speciale ka formu thaqi vetë. Jo, s'ka të bëj kur gjykta me këta. Se ajo, në parlament, midis parlamentit, kom aq se voton gjykata speciale, është antikomtar. Edhe shumica e ndetyruar për kësaj shkak kësaj fjale ndetyruar me votu. në gjykatë dhe kallëzojnë tani si ka hup në zati gjatë luftës. Kjo banale. Se pati apo jo, keq kuptim. po. Bandit janë gjithë ata që janë kanë të lidhur me krimin e organizuar, me korrupsionin, me emrimet e njerëzve nëpër institucione, me kapjet e institucioneve, me degradimin e tyne, ata që janë marrë me drogë, ata që kanë bërë vrasje, ata që kanë bërë vrasje politike, ata që nuk i kanë zbuluar vrasjet, ata që i kanë sabotuar. Ta kemi edhe Blakajt. Thjesht, përgjigjja thjesht. A janë shtu listat e vetë. Kreç ka tha Blakaj, miqë dashur, është në farë mënyre janë dokumentune që ka ndodhë, për fatë keq, kush që ishte, aty na nuk e dim, po nuk e di, të pak të nënë për vete nuk di, mirë po që ka ndodhë sanet, që ka ndodhë, se ka po këtë bota, po, u të meru këtë bota kër i ka po. E kështu, edhe ish prokurori u detyru me ikë, pe shantazhet, pe kallashet, kështu që të të sanë që me thonë ma shumë. Miq, Zoti rujt, anë mban botës, mirë po shumë të radhës.